Superliga jonë është në ngjarja më e madhe që ndodh në futbollin tonë. Mirë se vini në këtë ngjarje të veçantë, me cilën simbolikisht hapim një kapitull të ri në futbollin tonë. Pra edicionin 2026-2027 të Albi Mall Superligës së Kosovës në futboll. Pra jemi mbledhur këtu për si zakonisht të gjithmonë që e bëjmë promocionin dhe që e bëjmë hyrjen dhe ju dëshirojmë sukses fillimit të sezonit tonë të Superligës tonë. Disa fjalë për Superligën tonë, falë jush organizimeve të juja dhe aktivitetit ju që ju e bani. Liga jonë është ligë e vlerësuar tashmë edhe është pothuajse më e mira në Ballkan, e renditur në ranglistën e UEFA-s, që kjo është realisht një kënaqësi kur e sheh se për sa vite, për sa kohë na kemi mujtë të arrijmë në këtë pozicioni 34 nuk është pozicion i vogël për ne, për faktin që na tash e 10 vjetëve që jemi në këtë ligë, ose të pranuar ku ekipet tona kanë bërë koeficiente dhe kanë bërë rezultatet e mira në arenën ndërkombëtare, dhe sidomos rezultoi me shkurjen e disa futbollistëve, nëse mund ta quaj kështu, në për ligat më të rëndësishme. Pra kjo ligë bashkërisht me juve, sidomos me angazhimin e juaj, të trajnerëve, të futbollistëve dhe të donatorëve dhe kryetarëve të klubeve, po arrin të ketë sa më shumë profesionalizëm dhe më shumë ekonomi, gjë që edhe ne si Federatë e Futbollit po i mundohemi dhe po i përcjellim në mënyrat tona, që sot mund t'ja them dy risi që për mua janë shumë të rëndësishme. Njëna është që sot besoj që e keni pa lajmin që prej ditës sodit mund të aplikon secili trajner i klubeve t'juja për licencën Pro UEFA. Nëse ka asi që nuk e kanë, dhe jam shumë i lumtur për këtë rast që ne kemi arrit në këtë afat shumë të shpejt me ardhmë në të gjitha kategoritë dhe deri te licenca më e lartë që jepet në UEFA. Po ashtu si vjet risi do ta kemë që më shumë ndeshje do të shohim në vendin tonë, në klubet tona, në qytetet tona, në dritët e reflektorëve, sepse kemi filluar procesin dhe projektin e ndryshimit të stadioneve të Superligës, sidomos dhe sigurisht që do të vazhdoj, nuk është vetëm për këto ekipe të Superligës ose stadionet të Superligës, po ka me qenë për shumë qytete. Dhe besoj që këto risi mund të them lirisht që do të binë sa më shumë ekonomi dhe më shumë tifoz në klubet tona, në stadionet tona. Superliga jonë është në ngjarja më e madhe që ndodh në futbollin tonë. Sot është një ditë e veçantë për Albi Mall, sepse kemi vendosur që të vazhdojmë partneritetin tonë me Federatën e Futbollit të Kosovës, si sponsor gjeneral i Superligës së Kosovës. Ky bashkëpunim përfaqëson vazhdimsinë e partneritetit që ndonte njëjta vlera dhe vizion për zhvillimin e futbollit në vend. Për Albi Mall ky partneritet ka qenë dhe vazhdon të jetë më shumë se një angazhim sponsorizues. Ai është një investim në zhvillimin e futbollit kosovar dhe një dëshmi e besimit ton që në potencialin e sportit vendor. Jemi krenar dhe jemi pranë Federatës së Futbollit së Kosovës, klubeve, lojtarëve dhe tifozëve, të cilët me pasionin dhe përkushtimin e tyre e bojnë futbollin një prej elementeve më të rëndësishme të shoqërisë tonë. Ne besojmë fuqishëm se sporti ka një rol të jashtëzakonshëm në bashkimin e njerëzve, në frymëzimin e gjeneratave të reja dhe në promovimin e vlerave të rëndësishme si puna, disiplina, respekti dhe këmbgula për të arritur respektin. Futbolli ka shumë simbole, por një prej më të fuqishmeve është fanella. Ai përfaqëson klubin, përfaqëson qytetin, por një prej ngjarjeve që përfaqëson është edhe historinë e qytetit, ngjyra dhe mbi të gjitha janë tifozët që përfaqëson ajo fanellë. Pikërisht për këtë arsye, në bashkëpunim me Albi Mall, fanellat zyrtare të klubeve të Superligës do të kenë një hapësirë të veçantë ekspozuese. Fanellat e nënshkruara nga futbollistët e secilit klub do të qëndrojnë këtu, si simbol i edicionit 2026-27 dhe klubeve që do të karojnë për trofeun më të rëndësishëm të futbollit vendor, të cilat do t'i shpalosim bashk. Pra, nga sot, numërimi mbrapsht ka filluar. Edicioni 2026-27 i Albi Mall Superligës është gati.
Jemi shumë të emocionuar, na presin duelet forta, na presin rivalitete, gola, emocione dhe mbi gjitha shumë futboll.